Të nderuar vëllezër dhe motra Pokjan, të nderuar simpatizantë dhe mbështetës dhe anëtarë të Partisë Socialiste, dua të sqaroj sot pozicionin politik të Partisë Socialiste si një forcë e vetme garuese, e cila do jetë edhe forcë e vetme fituese e zgjedhjeve të 25 qershorit me mbi 71 mandate. Ne nuk jemi në koalicion me asnjë parti tjetër, jemi vetëm dhe do të tregojmë se jemi të aftë dhe të zot të fitojmë dhe të udhëheqim, të ndërtojmë e të zhvillojmë vendin tonë, Pukën që duam, Shqipërinë që duam. Dua të bëj thirrje prokurisë, policisë, të rrisin vigjilencën, që të zbulojnë, verifikojnë dhe të parandalojnë çdo trafikim të votës dhe të vullnetit të lirë të popullit. Shitblerja e votës është ndaluar me ligj. Gjithashtu, i bëj thirrje institucioneve arsimore që të zbatojnë ligjin në mënyrë që nxënësit, maturantët të mos keqpërdoren nga asnjë forcë politike në zgjedhjet parlamentare. Çdo shkelje e ligjit do të ndërshkohet. Ftoj të gjithë bashkëqytetarët e mi, në Pukë dhe Fusharës, që të votojnë Partinë Socialiste të Shqipërisë në zgjedhjet e datës 25 qershor. Vetëm vota për Partinë Socialiste është garancia për vijimin e investimeve të nisura, për më shumë punësim dhe mirëqenie. Le të ecim bashkë drejt fitores. Ju faleminderit.